Presidenti Donald Trump vendosi të shtyjë datën e vendosjes së tarifave për importet nga Bashkimi Evropian pas një bisede telefonike që ai zhvilloi me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Në mosmarrveshjen për tarifat me BE-n, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të shtyjë tarifat me 50% për mallrat nga BE-ja, të cilat ishin planifikuar të hynin në fuqi më 1 qershor. Nisja e zbatimit të tarifave shtesë të planifikuara të importit do të shtyhet deri më datë 9 korrik, njoftoi Trump pas një telefonate shumë të këndshme me presidenten e Komisionit të BE-s, Ursula von der Leyen, siç e cilësoi ai bisedën. Trump u shpreh përpara gazetarëve se i kishte thënë von der Leyen se do ta miratonte kërkesën e saj për një zgjatje të afatit fillestar. Sipas Trump, von der Leyen premtoi se bisedimet e nevojshme do të fillonin së shpejti. Pak para njoftimit të Trump, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kishte raportuar për një telefonat të mirë me Trump. Në platformën X ajo shkroi se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ndajnë një nga marrëdhëniet tregtare më të rëndësishme dhe më të ngushta në botë. Europa është e gatshme të çojë përpara bisedimet shpejt dhe me vendosmëri, nënvizoi von der Leyen.